Sipas studimeve shkencore, në 100 gram aroni kemi 16.000 antioksidant. Dhe më vonë prej frutat është numër 1. Përdoret për stabilizim sheqerit, yndyrës në gjak, për imunitet, për infeksione urinare. Për shembull kur vijnë konsumatorët, për shembull që marrin thonë veç me një shishe më herë trupi jam ka ndryshuar. Kjo preferohet sipas studimeve të përdoret domethënë gjatë gjithë vitit. Vetëm një muj me pushu kur ka frutat fresta që e zaventson. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? Afrodita Murati për Podojevës. Afrodita Murati për Podojevës. Aronia të keni quvet? Po. Ne jem kultivus të më të aronis edhe veti prodhojnë alangjet. Okej, Afrodit, unë të ndëgjova dhe ndjeva kurreshtje për me bisedu lidhje me çush i the shpjegimin e aronisë. Për çfarë shërben edhe pse njerëzit duhet me ble aronia? Po, aronia është një antioksidant shumë i fortë, kur sipas studimeve shkencore, në 100 gram aroni kemi 16.000 antioksidant. Dhe më vonë prej frutat është numër 1. Përdoret për stabilizim sheqerit, yndyrës në gjak, për imunitet, për infeksione urinare. Thuhet se largon edhe qelizat kancerogjene. Ne lëngun e aronisë, domethënë kët, e prodhojmë krejt në mënyrë natyrale, nuk ka sheqer, nuk ka konservans. Përdoret 50 ml në mëngjes, 50 në mbrëmje, para ushqimit që me ndiku ma mirë në gjak. Kush ka tension të ulët, fëmija, 7 zonat e mbërdorin mbas ushqimit. Për fëmijë mbi 1 vjet 30 ml në mëngjes mbas ushqimit, po ashtu mbrëmje. Dhe ata kush ka tension të ulët e merr mbas ushqimit. Kush ka tension të lartë, yndyrë në gjak, shenqer, për qeliza kancerogjene përdoret në mëngjes ëntesëll edhe në gjysore para ushqimit të mbrëmje ose 1 orë para pjetjes, kur është trupi pa ushqim që me ka ndikimi më i mirë në gjak. Pse do e kanë kapokin e gjelbërt, të kaltër do... Kjo është boronisë e malit. Okej, do me thonë si është mjeta. Nuk është e njëjtë, kjo është boronisë e malit e bjeshkës. Kjo përdoret për shembull për forcimin e efshnave. Unë po foli sipas studimeve shkencore, përdoret për forcimin e efshnave, është për zor trash, kush ka probleme me kapsluk, mundën përdoren edhe beba se është organik, domethënë e bjeshkës. E njëjti prodhim, nuk ka sheqer, nuk ka konservans me shtrydhje. Jo, boronicë e malit, po. Kjo është domethënë fruti i aronisë. Fruti i aronisë, vetë e prodhojna. Mos pas ka bërthom a heqme kjo? Nuk ka bërthom, është ma e thartë, po është një bomb vitaminash edhe mineralesh. Nuk ka fuqi as një frut natyrë sa aronia. Është ma edhe me thartë, po është shumë e shëndetshme. Sa e kanë çmimin këto dyja? Kjo është 5 euro dhe kjo është 5, po kemi edhe 10 litrës është 10 euro. Për shembull, për një person është e mjaftueshme kjo për 50. 50 ml në mëngjes, 50 mbrëmje. Për 50? Po. Okej, për 50 duhet me përdor? Qëndrueshmëria domethënë kur e përpunojna është 2 vite. Kur mbyllet hermetikisht, se është e pasterizuar. Po kur hapet, brenda 15 ditë me rujt frigorifer, se është pa sheqer, pa konservans. Shkojnë atë aronia tash. Se po duhet më konë shumë i qartë për njerëzit, sepse mu më ndjekin një numër i madh i njerëzve. Aronia fave përdoret edhe për dietal, për gjithë shka. Për dietal, shkrin yndyrrat dhe sheqerat në gjak. Domethënë është për infeksione urinare, për imunitet, këta që janë për pagjaksi. Edhe unë për shembull kur vijnë konsumatorët, për shembull që e marrin thonë veç me një shishe më herë trupi jam ka ndryshuar. Kjo preferohet sipas studimeve të përdoret domethënë gjatë gjithë vitit. Vetëm një muj me pushu kur ka frutat fresta që e zaventson. Nuk ka asnjë efekt ansor me këtë sasi që përdoret, se është krejt bio. Çdo produkt. Nuk pa e pinë se s'do të munal ma. Jo, ti që dam për shembull me majt një imunitet stabil që me koni shëndetshëm, ti mundesh me përdor gjatë gjithë vitit, vetëm gjatë verës, kur ka frutat fresta, mundesh me përdor frutat fresta, me pushu një muj. Për ndryshe, asnjë efekt ansor nuk ka, se është krejt bio.
Afrodita, po. Afrodit, është diçka shumë e mirë që po ta them shumë seriozisht. Ku njerëzit duhet më të thirr ose më lajmëru për më të kontaktu? Po ne jemi në komunën e Podujevës, domethënë në fshatin Llapashtice e Poshtme, në numrin e kompanisë 045 533 669. Ne e dërgojmë edhe me post produktin, mund me na thirr numrin ose në faqen tonë në Facebook Natural Berry ose në Instagram. Do me thonë, ke kuqja ke e Aroni, kurse kjo e kaltër tash buronisë e malit. Cila është më e mirë këtë me? Po tash, se cila i ka efektet e veta, unë thash për imunitet, për pazhaksi, për tension, për sheqer, për infeksione, për helikobakterje, për gjandra. Unë gjitha këtu po i përmendi krejt konsumator që marrin edhe që ka pas efekt. Buronisë e malit, për fëmijë, për forcimin e eshnave, për kapslukun, është edhe për sy, domethënë për përmirësimin e syve. Kjo është sipas studimeve shkencore. Okej. Neve të dyja për na i dhuran. Po. Të dyja. Po. Për na i dhuran kësme. Po. Çka ju thu njerëzve, sepse kjo t'jena shumë të qartë, një numër telefonit e the shumë mirë, edhe vendin edhe njerëzit, do me thonë, unë po du me qetë edhe atë thelbin kryesor, sa është 1 kile e kësaj? 1 kilogrami aronisë është 5 euro, po këto jena veç në përfundim edhe vetëm edhe javën e ardhshme kemi se kryhet vjelja, do me thonë në aronisë. Okay. Po nemi si kompaninë edhe ne grumbullojmë që të kemi gjatë gjithë vitit, e rujmë në frigodhoma dhe punojmë gjatë gjithë vitit. Produktet tona jemi non-stop, do me thonë gjindeni këtë Paketimin e kësaj, e bani ju vetë? Vetë gjithçka vetë. Do më prej lëndës të parë deri te produkti final jena vetë. Jemi të licencuar nga UVK, produkti është me analizë edhe gjithçka jemi rregull. Kjo e kuqja ke për aronia, për infeksione sheqer, tensionin 2. Kjo ke për fëmijë. Po edhe për fëmijë edhe për të mëdhaj, po kjo është pak më e butë për fëmijë. Buronisë e malit, po. Unë kam i përdor të dyjat, po ta them shumë seriozisht, edhe na shtu kena me ardhe edhe direkt në fabrikën e juve. Se jo, me se veni, me pa për safrëmi, po, me pa punën tonë, po, mundi me ardhe dhe të nejtë kompania jonë, se na nuk e punojmë çdo ditë, punojmë një sasi për shembull 250 litra 300, edhe kur harxhohet që ajo sasi, që jo diçka se kjo prodhimi për shembull kur mbyllet është 2 vite qëndrueshmëria, po për shkak të rujtjes vlerave ushqyese të produktit që me kanë gjithëherë fresk edhe me ndiku ma mirë për konsumatorët. Unë çdo dyja kam i përdor, edhe për parimin janë për qikën e vetë, kemi adhon një të kaltër, për na jep të 2-2, se tani kena morë këna 2, se dhe kush për merë, edhe kështu që për parimi e ka një vajzë, kom e përdor të kaltërten, unë i kam edhe vajzën edhe djalin, kena mi përdor të dyjat, kështu që kena me ardhë edhe në fabrikë t'juve, kena me ardhë direkt me Kosova Infon edhe kena me pa përsafërmi, se si bëhat prodhimi i aronisë. Kështu që ju të dashur miq, rrini me neve sepse gjanat e mira i sillin veç na. Numri i telefonit edhe një herë 045 533 669. Në këtë numër telefoni thirrni sepse po dhuroj kanë edhe me post. Po. Mundi me Okej, do të thonë ku do një qeni në Kosovë, s'keni mundësi me shku. Po, produkti ju vjen, brenda 48 orë. Okej. Do të thonë, sikur me shku atje, sikur me ta pru dhe shtëpia njëjtë është, kështu që mos harroni bëni vetit mas, sepse këto produkte bio janë shumë të vlemshme për një familje dhe për një shëndet perfekt. Rrini me neve, sepse gjanat e mira i sillin veç na.